Banorët e pjesës veriore të Gjakovës, të cilët deri më tani janë përballur me shtypje të ultujit, tash tutje këtë problem nuk do ta kenë. Kjo për faktin se sot kanë filluar punimet e projektit të ri të ujësjellësit Gjakova 3, projekt ky i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Gjakova, i realizuar në bashkëfinancim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Komunën e Gjakovës. Kryeshefi ekzekutiv i Kompanisë Gjakova dha detaje rreth këtij projekti. Projekti Gjakova 3 është një projekt i cili do të bën furnizimin me ujë të pjesës veriore të qytetit dhe komplet kësaj zonës. Kjo është linjë që do të lidhet edhe me pjesën e qytetit të profileve të mëdha. Linja vjen prej gypit 1100, kalon nëpër ose këtu dhe del në rrugën Gjakov-Pej, që do të ketë akses edhe në gypin furnizues tjetër të qytetit. Nevoja për furnizim me ujë si të kësaj zone edhe qytetit dita ditës është rritur. Meqense potenciali i ujit tek ne ekziston, mirë po nevoja ka qenë për infrastrukturë. Ndërkaq nënkryetari i komunës së Gjakovës tha se investimi ka qenë tejet i nevojshëm. Është një qisë sot të jem këtu prezent në fillimin e punimit të këtij projekti Gjakova 3, një projekt i mjaft i rëndësishëm dhe i nevojshëm për banorët e kësaj zone, për shkak se edhe unë jam i kësaj zone këtu dhe banorët kanë pas problem, sidomos në sezonën e verës, problem me ujë të pijës dhe disa prej tyre dashur të vendosin edhe pompa për shkak të mos furnizimit mjaftueshëm me ujë të pijës. Pra është një projekt që besoj që do të jetë mjaft me rëndësi për banorët, sidomos banorët e Osekut, Skivjanit dhe Lugbonarit. Ky investim prej mbi gjysmë milioni euro pritet të jap fund problemeve me furnizim të ujit me të cilën konsumatorët janë përballur deri më tani.